Shporta minimale sindikale ka shënuar sërish rritje të kostos. Sipas dënave të lidhjes së sindikatave, në një familje i duhen mbi 1.000 euro për të kaluar muajin. Komisioni për punë të jashtme nuk arriti ta miratojë sot rezolutën për ish-krerjet e UÇK-s që po gjykon në Hag. Mungesa e deputetëve maqedonas pamundsoi votimin. Prokuroria ka dalë me detaje të reja për marihuanën që u kap në Serbi me urdhër të prokurorisë, po heton 6 të dyshuar, ndërsa të tjerët nuk janë identifikuar ende. Kryeministri Mickoski ka përjashtuar nga gara për prokurorin Lençe Ristovska. Deklarata e Mickoskit është pasuar me reagimin nga prokuroria dhe partitë politike. Të nderuar shikues, përshëndetje. Një familje e 4 anëtarësh tashmë nuk I mjaftojnë 1.000 euro për të mbuluar kostot elementare minimale të jetesës. Për shkak të rritjeve të vazhdueshme të çmimeve, shporta minimale sindikale për muajin shkurt ka arritur në 67.382 denar, ndërsa shpenzimet janë akoma më të larta nëse jeton me qira. Nga muaj në muaj, jeta në Maqedoninë e Veriut po bë gjithnjë e më e shtrejtë. Të dhënat e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, e cila për llogaritë shportën minimale sindikale të konsumit, tregojnë se kostot minimale të një familje 4 anëtarësh në muajin shkurt janë rritur për pothuajse 1.000 denar krahasuar me janarin. Sipas të dhënave të LSM-s, shporta minimale sindikale për muajin shkurt arrin në 67.382 denar dhe në krahasim me shportën minimale sindikale në janar është rritur për 969 denar. Nëse jeton në një banesë me qira prej 60 metra shkatror, vlera e shportës minimale sindikale rritet në 82.757 denar. Rritje prej pothuajse 1.000 denarësh ka edhe në pjesën e ushqimit, nëse për janarin nevojitishin minimum 24.211 denar, në shkurt për të njëjtin qëllim janë dashur 25.156 denar. Kryetari I LSM-s Slobodan Trendafilov theksoi se për vetëm 2 muaj nga fillimi I vitit, harmonizimi I paralajmëruar I pagës minimale që pritet të ndodhë në mars zhvlerësohet nga rritja e shportës minimale sindikale. За 2 месеца от почетокот на годината веќе Për 2 muaj, një familje është më e varfër për 2.000 denar, për 24 muaj, pra aq sa refuzuan të rrisin pagën minimale, vlera e shportës minimale sindikale është rritur për më shumë se 10.000 denar dhe për këtë arsye, në vend se të përplasen mbi kurrizin e punëtorëve, partitë politike duhet të qëndrojnë me ta të miratojnë pagën minimale që duhet të jetë 600 euro dhe të rrisin pagat e tjera për të paktën 6.000 denar. Kujtojmë se lidhja e sindikatave ka mbajtur protest, madje ka bllokuar kuvendin dhe qeverinë, duke kërkuar që paga minimale të rritet në 600 euro. Trendafilov para qeverisë të martën tha se LSM do t'i lë hapësirë qeverisë dhe punëdhënësve që deri në fund të shkurtit të bien dakord për rritjen e pagës minimale. Në të kundërtën, ai paralajmëroi edhe një protestë tjetër dhe organizimin e një greve të përgjithshme. Rezoluta e deputetëve shqiptar të opozitës për gjykim të drejtë të ish-krerjeve të UÇK-s në Hag nuk e ka kaluar sot as filtrin e parë të procedurave parlamentare. Për shkak të mungesës deputetëve të VMRO, të PMN-s dhe LSDM-s, Komisioni për punë të jashtme dhe tregti të jashtme nuk arriti ta miratojë sot për të kaluar në seancë plenare. Deputetët maqedonas pamundsuan votimin e rezolutës për respektimin e standardeve të procesit të rregullt ligjor në gjykimin ndërkombëtar ndaj ish-krerjeve të institucioneve të Republikës së Kosovës. Për shkak të mungesës së deputetëve të VMRO, të PMN-s dhe LSDM-s, kryetari I Komisionit për Politikë të Jashtme Musa Xhaferi konstatoi se nuk mund ta zhvillojnë seancën. Sipas pjesëmarrjes, nuk plotson kushtet për ta debatuar, për të zhvilluar mbledhjen e punën e kësaj mbledhje dhe propozoj që kjo të prolongohet. Deputeti I Frontit Evropian Skender Recep tha se mungesa e tyre nuk është e rastësishme dhe kjo është e organizuar nga deputetët maqedonas. Konsideroj që mungesa e anëtarëve në këtë komision nuk është e rastësishme, pasi që bëhet fjalë për një pikë mjaft të ndihshme, posaçërisht në raportin etnik. Është e qëllimshme për ta sabotuar mundësinë e punës së Komisionit
adekuat ku jemi ne këtu me vetmin qëllim që kjo pikë të mos vijen në rend debat. Deputeti ASH-s Zjadin Seles, Ilire Dauti, deklaroi se në këtë rast deputetët shqiptar do të jenë të detyruar të bashkangjiten rezolutës së Shqipërisë dhe Kosovës. Sjellja injoruese nga bashkëqytetarët tonë, përfaqësuesit këtu të subjekteve politike sot që nuk janë prezent, neve na detyron, dhe unë jam e detyruar edhe sot të them që Alanca për Shqiptarët, unë Ilire Dauti, Zjadin Sela, Elmi Aziri, po besoj edhe gjithë përfaqësuesit e tjerë deputetët shqiptar këtu, do të jemi të detyruar ditëve në vazhdim të bashkangjitemi rezolutës së Shqipërisë dhe të Kosovës. Kurse deputetja e koalicionit Vlen Merita Kuxhaxhiku u shpreh se Vlen e përkrah rezolutën dhe këtë do ta vërtetojë edhe kur ajo të jetë në seancë plenare. Edhe të gjithë jemi këtu dëshmojmë se e përkrahim rezolutën, por me atë që në komision e dini se jam vetëm unë antare, edhe atë e vërtetojmë, por do të vërtetojmë të njëjtën edhe me votat tona kur do t'jetë në seancë plenare. Pika për rezolutën do t'i kemi 11 votat të koalicionit Vlen. Pasi rezoluta nuk kaloi filtrin e komisionit, nuk mund të hyjë në seancë plenare. Kjo rezolutë është për gjykim të drejtë ish krerave të UÇK-s në Hagë, edhe pse propozuesi i saj Fronti Evropian nuk e përmend askund UÇK në rezolutë, por i quan si ish krerë të institucioneve të Kosovës. Përveç Frontit, propozues e rezolutës janë edhe deputetët e ASH-s së Seles dhe deputetët e pavarur Ilir Demiri dhe Bejxhan Ilyas. Prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore kundër 6 personave për cilët ekziston dyshim i arsyeshëm se kanë kryer veprën penale, prodhim dhe shpërndarje të paautorizuar të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Në komunikatën e sotme, prokuroria ka sqaruar se si janë zhvilluar aktivitetet për transportimin e marihuanës. 6 persona po hetohen për rastin e kamionit me marihuan nga Maqedonia e Veriut i kapur nga policia serbe në fund të janarit 2026 në Serbi. Hetimi bazohet në dokumente nga Ministria e Brendshme dhe nga zyra e prokurorit publik për krimin e organizuar të Serbisë. Të dyshuarit së bashku me personat e tjerë, nga prokuroria thanë se të dyshuarit së bashku me personat të tjerë ende të pa identifikuar në një periudhë nga viti 2025 deri në fund të janarit 2026, dyshohet se janë organizuar për shitje dhe shpërndarje të kokainës dhe marihuanës, 2 nga të dyshuarit së bashku dhe me marrëveshje paraprake me të dyshuarin e parë në këtë rast, i cili është pronari një personi juridik nga Shkupi, si dhe me personat të tjerë të pa identifikuar, organizuan blerjen e drogës narkotike marihuan dhe transportimin e saj të shumë fisht nga Maqedonia e Veriut në Republikën e Serbisë me automjete mallrash me qëllim shitjen e mëtejshme. Në dhjetor 2025, i dyshuari i parë u dha udhëzime punjonësve të tij që të paketonin gjithsej 8.832 kg lule kanabisi të tharë të blerë më parë nga një person juridik në Strumicë. Gjatë një periudhe prej rreth 2 javësh, punonësit paketuan mbi 200 kuti, pas së cilës i dyshuari i parë u dha atyre një leje kolektive. Më 13 janar 2026, në mesditë, 2 bashkëpunëtorët organizuan transportimin e një sasie më të madhe lule kanabisi të tharë, me automjete, mallrash dhe pasagjerësh nga objekti i personit juridik në Shkupe në një vend në zonën e Sveti Nikollës. Nga prokuroria kanë sqaruar aktivitetin e mëtejmë të personave të dyshuar, me çka theksojnë se 5 të dyshuarit pasi transferuan mallra nga një kamion me rimorkio në një tjetër, më pas në Sveti Nikola automjeti u ngarkua me kuti me lule të thata kanabisi. Ata së bashku me 3 të dyshuar të tjerë u nisën drejt pikës kufitare Tabanoc dhe u larguan nga vendi. Ndërkaq më 14 janar 2026 në orën 3:41, kamioni doli nga autostrada drejt fshatit Konjuh, ku në një objekt të një personi juridik nga Krushevci u shkarkuan kutit me marihuan. Prokurori publik vlerësoi se nuk kishte mas tjetër për sigurimin e pranisë të dyshuarve dhe propozoi paraburgim 30 ditor për 2 prej tyre, të cilin e miratoi gjykatësi i procedurës paraprake në gjykatën themelore penale në Shkup. Kryeministri Kristjan Mickoski ka përjashtuar nga gara për kryer prokuroren Lençe Ristevska. Prokuroria tha se përjashtimi i kandidaturës pa u analizuar programi ngre dyshime për papritshmëri dhe jo cilësi. Po ashtu reaguan edhe VMRO, DPMN-ja dhe LSDM-ja.
Deklarata e kryeministrit për prokuroren Lenqe Ristoska, për të cilën tha se asgjë shqyrton qeveria kandidaturën e saj për pozitën e prokurores publike të shtetit, nxiti shumë reagime. Vetë prokurorja Ristoska në reagim për mediat është shprehur se përjashtimi i kandidaturës së saj pa u analizuar programi ngre dyshime për përshtatshmëri dhe jo cilësi. Ndërsa shtoi se zgjedhja e një prokurori të ri shtetëror duhet të bazohet në cilësi dhe jo në përshtatshmëri. Kur një kandidat përjashtohet paraprakisht pa analizuar programin dhe rrugën e tij profesionale, kjo ngre pyetje në lidhje me natyrën e kritereve që zbatohen. Jam e bindur se një zgjedhje e kësaj rëndësie duhet të bazohet në cilësi, jo në përshtatshmëri. Por as VMRO-ja nuk vonoi me reagimin kundër prokurores Ristoska. VMRO thot se Ristoska duhet të jetë e vetëdijshme se ka kritere të qarta për atë pozicion dhe thonë se ajo është e mësuar që përshtatshmëria të jetë njëra nga ta, duke qenë krahi djathti i anevës në PSP. Tani janë kohë të tjera dhe janë të nevojshme integriteti, profesionalizmi, përgjegjësia. I bëjmë thirrje që të jetë reale dhe e sinqerte dhe përderisa fletë publikisht për përshtatshmërinë dhe kritere dhe aktron, të paktën të ndaloj lobimin tek funksionarët e VMRO të PMN-s. Kjo nuk është LSD dhe PSD. Njëjtë si në kohën e Nikola Gruevskit, kështu e komentoi LSDM këtë situatë. Sipas kësaj partie, Mickoski është ai që vendos kush duhet të emërohet, ndërsa shtojnë se Mickoski e eliminoi Ristoskën që është kandidate e pavarur për prokuror shtetëror. Edhe pse Ristovska mori 10 pikë nga Këshilli i Prokurorëve Publike dhe vlerësim pozitiv për profesionalizmin e saj, Mickoski vendose vetë se ajo nuk është në lojë drejt për drejt në televizion. Kryeministri Kristian Mickoski në një intervistë televizive deklaroi se prokurorja Ristoska nuk është absolutisht në lojë për prokurorët e shtetit. Këshilli i Prokurorëve Publik para disa ditësh e dorëzoi në qeveri listën me mendime pozitive për 4 nga 5 kandidat për funksionin e prokurorit publik shtetëror dhe në mesin e mendimeve pozitive të këshillit ishte edhe prokurorja Lenqe Ristoska. Tani qeveria propozimin e tyre për këtë pozicion duhet të dorëzojë në kuvent. Përderisa presidentja Gordana Siljanovska Davkova sot mbështet kryeministrin Mickoski në idenë për blerjen e një avioni shtetëror, duke quajtur madje këtë nevojë të domosdoshme. Në kohën kur ka qenë në opozitë, ka pasur mendim tjetër për këtë gjë. Sipas një videoje të publikuar nga viti 2019, Siljanovska ishte kundër blerjes avionit nga pushteti atëhershëm LSDM-BDI. Një video shpërndar në rrjetet sociale ka bërë bujë në opinion. Në atë video të bërë në vitin 2019, shifet kandidati atëhershme për presidentet e shtetit, tani më presidente, Gordana Siljanovska Davkova, duke thënë se qeverisa atëhershme nuk I mjaftonte vetura Mercedes, por kërkojnë edhe avion të ri. Ajo kritikonte pushtetin e atëhershëm që përbëhej nga LSDM dhe BDI, se përderisa sistemi shëndetësor po përjeton kolaps, Maqedonia, një nga vendet më të varfra në Evropë, dëshiron të ketë një avion VIP që do të kushtoj 20 milion euro, si dhe akuzoi pushtetarët e atëhershëm se në këtë mënyrë po dëshmojnë se abuzojnë me pushtetin dhe buxhetin shtetëror për nevoja personale. Odime kon radovi și konče, gledam napred, kola, gledam nazad, kola, levo I desno, ubava priroda, nad nas nebo. I se prašmo, каде се нашите проблеми? На земјата или на небото? Се разбира, на земјата. Но се чини дека власта не мисли така. Не е доволен Мерцедесот, па сега размислува и за нов авион. Ndërkaq, 7 vjet më vonë, aeroplani qeveritar për Siljanovskën është tejet I vogël dhe shumë I vjetruar. Gjatë ditës së djeshme, Davkova tha se përdorimi I avionit qeveritar mundëson kryerjen funksionale të detyrave shtetërore, por është edhe më I lirë se fluturimet komerciale. Sipas saj, do të ishte mirë të kishte një avion më të ri, më të madh dhe më të sigurt, me të cilin më shumë anëtar të delegacionit do të mund të udhtonin dhe të ktheheshin, ndërsa në të do të mund të kishte edhe gazetarë që do të ndiqnin vizitën. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj tha se shkrirja e Vlenit në një parti do të ishte një hap gjigant. I pyetur nëse pranon që Vlenit u t'i nga Kasami dhe nga Mexhiti, Fetaj tha se atij më tepër intereson uniteti brenda koalicionit e jo emrat e përveçëm.
Zëvendës kryeministri Arben Fetaj në emisionin Debat në Shenja ka deklaruar se shkrirja e Vlenit në një parti do të ishte një hap gjigant. Ai tha se koalicioni Vlen është më i bashkuar se kur dhe se në vazhdimsi ka pas takime mes liderëve. Fetaj tha se bashkimi në një parti nuk është proces i lehtë, e cila mund të ndodhë brenda një nate. Sepse kjo është çështja e fundit për të cilën nuk kemi ende dakordsi, për të cilët vazhdojmë të diskutojmë. Kush nuk dakordohet për këtë çështje? Duke matur përparësitë dhe mangësitë se cilit model, ka disa skenar për të cilët është folur, jo vetëm nga unë, po edhe nga të tjerët, ku një prej varianteve besojnë më i dëshirueshmi është që Vleni të ketë një kryetar të vetëm, si çdo parti tjetër politike. Një variant tjetër, pra me mandat 4 vjeçar, apo ku të diun 2 vjeçar, 1 vjeçar, pse jo. Një variant tjetër është që të punohet sipas logjikës së bashkëkryetarëve, siç e përmendët edhe ju. Edhe një variant tjetër është që në të gjitha këto variantet të ketë praktikë të rotacionit. I pyetur nëse e pranon që Vlen të udhëhiqet nga Kasami dhe nga Mexhiti, zëvendës kryeministri tha se duhet të analizojnë përparësitë e secilit model dhe në mënyrë konsensuale të gjendet mënyra më e mirë për të funksionuar koalicioni Vlen. Më intereson të gjejmë modelin më të mirë të mundur për të garantuar konsensualitetin, kolegialitetin edhe unitetin brenda koalicionit. Nuk më intereson flasim për emra përveçëm. Nëse flasim për emra, aty secili është më i mirë. Secili e kam thënë dhe më herët, po e them përsëri, secili është më i mirë se tjetri, secili mundet me udhëheq Vlenin. Fetaj tha se nuk kapet pas individit, por kapet pas idesë për ndërtimin për konceptin dhe për vizionin që e kam për të ardhmen. Pas pritjes disa vjeçare, autoritetet lusin qytetarët për durime dhe për disa javë për parë fillimin e punimeve të autostradës Shkup-Blac. Zëvendës Ministre e Transportit e Lidhjeve Katrina Zekolli Shaqiri tha se procedurat për fillimin e këtij procesi, në fakt këtij projekti, janë në fazën përfundimtare. Ai njoftoi se një pjesë e projektit do të financohet me kredi nga Banka Evropiane për rikonstruim dhe zhvillim. Ka përfunduar procedura e tenderimit dhe qytetarët duhet të presin vetëm edhe disa javë derisa qeveria të filloj punimet për ndërtimin e 12 kilometrave të autostradës Shkup-Blac. Zëvendës Ministre e Transportit dhe Lidhjeve Katrina Zekolli Shaqiri tha se nuk ka arsye që as qytetarët e as përfaqësuesit diplomatik në vend të shqetësohen, sepse si qeveri kanë kryer edhe procedurën e tenderimit dhe tani pritet vetëm faza e evaluimit të projektit nga ana e Bankës Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim. Zekolli tha se një pjesë e mjeteve me të cilat ndërtohet autostrada janë grant e pjesa tjetër është kredi nga Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim. Nuk ka absolutisht hapësirë për shqetësim. Gjatë këtij viti kemi punuar intensivisht që të kalohen të gjitha procedurat e tenderimit. Ajo procedurë është kaluar me sukses. Mandej pas procedurës së mbylljes së tenderimit duhet të bëhet edhe evaluimi, i cili është bërë nga ana jon, pasi që për autostradën Shkup-Blac kemi një pjesë të grantit, por edhe kemi një pjesë të kredit që mirret nga Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim. Gjithçka tani varet prej tyre. Presim sinjal pozitiv, domethënë gjithë dokumentacioni është dorëzuar në zyrat e tyre, presim që ata evaluojnë dhe besoj që nuk do të ketë asnjë problem ose asnjë vorrejtje nga ana tyre. Ndërtimi i aksit Shkup-Blac është premtuar nga viti 2018, prej atëherë deri më tani kanë kaluar plot 9 vite dhe janë ndryshuar disa ministra, se së shpejti do të fillojnë punimet u premtua edhe në vitin 2020, por në teren nga atëherë deri më tani të përfunduara janë vetëm 2 kilometra, të cilat vazhdojnë të mos jenë në funksion. Me një kosto që kap vlerën e 223 milion denarëve, Komuna e Sarajit premtoi se do të realizojnë ndërtimin e ujësjellësit dhe asfaltim të rrugëve në fshatin Llaskardh. Mjetet janë siguruar nga Kryeqytetia hungareze, ndërkaq kryetari i komunës paralajmëroi edhe projekte të tjera moderne. Në kuadër të projekteve të financuara nga thirrja e dytë e qeverisë dhe mjeteve të ndara për komunat nga Kredia Hungareze, në fshatin Llaskardh të komunës së Sarajit sot u promovuan projekti për ujësjellësin dhe asfaltimin e rrugëve. Në deklaratën e dhënë për media këtë rast kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, tha se projektet e filluara sot janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e fshatit. Ai njoftoi se projektet në total kapin koston e 243 milion denarëve. Kjo tregon për një qeveri e cila kujdeset për çdo vendbanim dhe çdo komunë, një bashkëpunim ndërinstitucional që më parë se kemi patur. Gjithashtu kjo nuk është vetëm një projekt i cili do ndërtohet dhe vendbanimi në fjalë do ngelet në Harres, po është projekt i cili garanton zhvillim modern
të infrastrukturës në këtë vendbanim dhe zhvillim lokal po të këtij vendbanimi. Ndërkaq ministri i Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor Muhamet Hoxha deklaroi se institucioni që ai drejton ka ndarë mjete për realizimin e projektit për ujësjellsin dhe kanalizimin e këtij fshati. Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor nga thirrja e dytë e kreditit hungares ka siguruar mbi 85 milion denar për të realizuar këtë pjesë të projektit, sepse siç theksoi edhe kryetari i komunës, bëhet fjalë për disa projekte që sot ne fillojmë të realizojmë, përfshirë këtu edhe rregullimin e rrugëve të Hoxha dhe Elmazi paralajmëruan edhe ndërtimin e shtratit të lumit, nga i cili për shkak të shirave intenzive, ditë më parë u vërshuan disa fshatra të komunës së Sarajit. Elmazi mes tjerash deklaroi se komisioni për mbledhje të ankesave është nga fundi dhe se kërkesat për dëmshpërblim të banorëve do t'i dorëzojnë në qeveri. Është më tej me lajmet, shqiptarët u bën protagonistë të takimit të parë të Bordit Paqes në Washington me përfaqësimin e kryeministit Edi Rama dhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Një takim konsiderueshëm i gjatë u fiksua nga mediat ndërkombëtare teksa presidenti Trump këmbeu një bisedë me dy përfaqësuesit e lartë politik shqiptarëve. Presidenti Vjosa Osmani ka thënë se me presidentin amerikan u bisedua për aktakuzën e gjykatës speciale ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag dhe çështja e Serbisë. Kemi diskutuar, unë ju kisha lutur për mirëkuptimin tuaj, nuk besoj që është në interesin e Kosovës, në qoftë se japim më shumë detaje rreth kësaj, mirë po, dua të siguroj që i kemi diskutuar të dyja tema dhe kemi marrë garanci të fuqishme. Natyrisht që kur të vjen momenti edhe unë edhe kryeministri Rama do të flasim më në detaje për këtë temë, por e kemi informuar në detaje për këto dy tema dhe sërish dua ta them, sot ka qenë një ditë jashtëzakonisht e mirë për Kosovën, tha Osmani. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se duhet të arrijë një marrëveshje për programin bërthamor brenda një afati prej 10 ditëve, pra deri në 15 ditë, përndryshe do të përballet me pasoja shumë të rënda. Do të arrijmë një marrëveshje në një mënyrë ose në një tjetër, shpreh Trump. Presidenti Amerikan nuk dha detaje konkrete mbi natyrën e masave që mund të ndërmerren, duke përsëritur se Irani duhet të zgjedhë mes dialogut dhe përballjes me pasoja serioze. Deklarata e Trumpit vijnë në një kohë kur tensionet janë të larta mes Teheranit dhe Washingtonit për shkak të shtimit pranisë ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Nga ana tjetër, autoritetet në Teheran kanë reaguar ashpër duke paralajmëruar se do të godasin bazat ushtarake amerikane në rajon nëse vendi i tyre sulmohet. Më shumë se 5.000 gra dhe vajza janë vrarë në Ukrainë dhe 14.000 të tjera janë plagosur që nga pushtimi rus në shkurt të vitit 2022, u tha gazetarëve të premten Sofia Kaltorpe, kreu e Kombeve të Bashkuara për gratë, gjatë një konference të rregullt për shtyp në Gjenevë. Të shifra janë konfirmuar nga Kombet e Bashkuara, po numri i vërtet ka të ngjartë të jetë më i lartë, ndërkohë ky muaj shënon 4 vjet që nga pushtimi rus i Ukrainës. Sipas raporteve nga mediat ndërkombëtare, këto vite lufte kanë lënë mijëra të vdekur, miliona gra dhe familje të zhvendosura nga shtëpitë e tyre. Përveç kësaj, miliona njerëz nuk kanë nevoja themelore si ngrohja, energji elektrike dhe ujë. Ata mbeten me qasjet kufizuar në kujdes shëndetësor, arsim dhe punësim. Viti 2025 ishte viti më vdekjeprurës për civilet në Ukrainë, që nga shkurti i vitit 2022. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.